Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 26 dhjetor të 2025. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme për nga ndikimet dhe pozicionimet e planeteve, sepse na jep mundësinë për zgjidhur disa çështje problematike që kemi pasur në të shkuarën, dhe pikërisht kjo datë është një datë që vërtet na ndihmon në lidhje me takime, në lidhje me vendime që neve mund të marrim, por mos harrojmë se data 26 që përkon me ditën e premte të ditës afërditës, ku na ndihmon në lidhje me punën dhe karrierën. Afërdita në trekëndësh me Jupiterin dhe në gjashtkëndësh me Marsin do të thotë që mund të ndryshojmë shumë gjëra në këtë ditë. Prandaj përgatituni, sepse kjo ditë ka një vlerë deri në datën 7 janar të 2026, ku data 6 është dita e ujit bekuar, por mbas kësaj date 7, 8, 9, 10 është një ditë, janë ditët më të mira të mundshme për sa i përket çështjeve të rëndësishme që neve kemi, por gjithashtu është edhe një ndryshim mes asaj që neve duhet bëjmë dhe asaj që neve kërkojmë. Por gjithsesi, kujdesi kërkohet në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime të papritur që ndodhin në qeveri, nëse neve duam të ndryshojmë punën ose diçka tjetër, dhe të jemi të përgatitur për gjërat e tjera, sepse lidhet shumë me anën e biznesit, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndryshime të njëpasnjëshme që do të ndodhin në fushën e biznesit, ju që jeni në çështje shtetërore ose edhe në privat. Por gjithsesi, kjo është një periudhë mjaft e mirë, sepse lidhet me komunikimin, lidhet me ndryshimet. Ndryshimet që do të thotë ekonomi, ndryshimet që do të thotë vazhdimsi, ndryshimet që do të thotë dashuri. Prandaj vini veshin dhe vini pas këtyre gjërave, sepse është një moment mjaft superior për sa i përket çështjeve që ju jeni në pritje apo diçka tjetër që ju mund të realizoni në anën tuaj. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju